Një 19-vjeçar shqiptar raportohet se është vrarë të dielën në Francë. Ngjarja tragjike raportohet se ndodhi në qytetin Clermont-Ferrand. Viktima raportohet se është qelluar nga një vetur në lëvizje. Vdekjen e tij e kanë konstatuar mjekët e urgjencës pak para orës 20:30. Sipas policisë, Siriu nuk kishte qenë i njohur për autoritetet më parë, po ashtu nuk kishte as precedent penal. Për hetimin e ngjarjes është angazhuar divizioni për kriminalitet të organizuar dhe të specializuar që ka nisur thuhet më njëherë punën për identifikimin dhe kapjen e autorit. Identiteti i viktimës ende nuk është bërë i njohur për publikun, por vetëm sa është raportuar se është një shqiptar 19 vjeçar. E në Shqipëri po vazhdon fushata për zgjedhjet e 11 majit. Kryeji i socialistëve Edi Rama tha se votat për PS-n nuk janë